moment të lirën e ke këtu dhe do të kemi përgjigjen direkte nga Lira. Liri dashur, si është plani? A kemi filluar mirë apo jo? Tani jemi... Si është figura tani? Jemi në rregull, jemi okay. Mund të vazhdojmë. Okej. Faleminderit e dashur. I kërkova ndjesë edhe teleshikuesve që nuk u përputhëm në orare, po gjithmonë njerëzit e gjejnë një arsye për t'u ankuar gjithmonë, po s'ka problem. Nuk ka gjë. Jemi live, prandaj. Po, jo, nuk e kam ndruar dialektin, absolutisht, por në live të tilla njeriu përshtatet, un kam 20 e sa vite të dashur miq që jam në gazetari, kështu që do përpiqem që të ruaj standardin. Faleminderit shumë, edhe Shkodrançën nuk e kam në jetën e përditshme absolutisht gjithmonë dhe gjithandej gjithkund, por që për të ruajtur standardin duhet ta ruajmë mirë, s'paku të mundohemi në maksimumin ton. Mirë, Lirë, do fillojmë pa humbur kohë sepse do na kaloj shumë koha duke u marrë me shumë komente që do i pastaj në fund të emisionit besoj që do i cekim së bashku apo jo. Bekov zoti edhe ty gjithashtu. Desha vetëm them diçka, gjatë kohës që ne prezantojmë programin, ky është një transmetim live. Nuk mundemi të përgjigjemi pyetjeve as të përshëndesim gjatë kohës që po transmetojmë emisionin, kështu që mos na e merrni për ters, është thjesht sepse jemi të fokusuar në punën që po bëjmë. Nëse keni pyetje, ju lutem mbajini mend dhe na i thoni në fund fare kur do kemi orarin e pyetjeve dhe përgjigjeve. Për momentin, si gjithmonë, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin ton Besa Bes Burnesh, me mua King Lira dhe Graciela Kiri. Graciel, edhe njerë sonte do prekim një temë tepër delikate. Një temë dhe cilën ne gjithë si popull kemi traumë, gjithë si popull e kemi përjetuar dhe po e përjetojmë akoma në një mënyrë apo një tjetër. Kam bërë shumë kërkime, edhe vetë e pesë sa pak informacion ka për këtë periudhë kohe. Shifrat nuk janë korrekte, janë të hamendura, nuk mund të gjejmë shifra të sakta pasi nuk është shënuar asgjë gjatë kësaj kohe. Graciel, po ta jap ty fjalën. Faleminderit, do mundohemi Lirë që t'jemi gjithmonë kujdesshme, ashtu si gjithmonë, kuptohet kjo. Ashtu si sapo e cek edhe ti, nuk është e lehtë sepse shifrat nuk janë të gjitha zyrtare, ne kemi hulumtuar, kemi kërkuar, por duke qenë se ato çka janë gjetur, ato materiale, ato po mundohemi që ti transmetojmë në maksimumin e korrektësisë. Do ndalemi sonte pikërisht tek rënja e diktaturës në Shqipëri, por jo vetëm, pra diku mbi 45 vite diktaturë, ku fillimisht ishte diktatori i parë, ishte Enver Hoxha dhe më pas u pasua nga Ramizalia. Ky gjithmonë vijoi situatën në rrugët, në gjurmët e forta të komunizmit nga Enveri deri tek Ramizalia, por që nuk e mbajti shumë gjatë sepse sistemi tashmë po lëkundej, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Europën lindore. Pikërisht në fund të viteve të 10 komunizmi ra në Europën lindore, pra në Poloni, Çeki, Romani e tjerë, kështu që ajo fryme fort e shkundjes së komunizmit dha ndikimet e saj edhe në Shqipëri, sepse duhet ta kujtojmë Lirë dashur që Shqipëria ishte një vend i izoluar me gjithçka nga e mbar bota, ku sa filloi gjithnjë më shumë të ndihej mungesa shumë e madhe e ushqimeve, e socializimit, e moderimit dhe gjithçka tjetër. Pra, Shqipëria asaj kohe po humbte komplet identitetin, por gjithsesi fatkeqësia vazhdon edhe në ditët e sotme edhe pse nuk jemi në diktaturë prej 30 vitesh tashmë, prej 3 dekadash, por që problematika në Shqipëri sa vjen e shtohet në drejtime të ndryshme, por gjithsesi problematikat vijojnë. Populli ishte shumë i izoluar dhe duke qenë se kemi patur një izolim total, ne duhet ta cekim Lirë, është e dhimbshme, por duhet ta cekim që ka patur familje të tëra, ka patur shifra të tëra, persona të tërë të humbur, të zhdukur, pikërisht nga ato familje qytetare që nuk kanë mundur të jetojnë në komunizëm, nuk e përballonin dot mbylljen, mungesën e fjalës së lirë, ka patur shumë internime, ka patur shumë të zhdukur, shumë të vrarë etj. Por pikërisht në 90-ën
në ndryshimin e sistemit, aty filluan dhe gjërat filluan të ndiheshin dhe të prekeshin nga afër nga gjithë secili shqiptar. Aty ishte pika kulminante kur Shqipëria mori një tjetër drejtim, por jo në përmirësim. Ne na duke si kur dolem në demokraci, u liruam, por fatkeqësia vazhdon. A e mban mend ti Graciel momentin kur kanë hedhur bustin e Enverit në Tiranë? Unë kam qenë në 90-ën, kam qenë diku 7-8 vjeç, 6-7 vjeç, diçka e tillë, dhe mbaj mend që kam patur në shtëpi, në atë kohë kam patur një televizor Iliria, si dollap. Vetëm gjysmë dollapi, nuk ishte komplet dollap, vetëm gjysmë dollapi, dhe e mbaj mend ato 4-5 butonat kështu lart e poshtë me trotulluar, dhe nëna dhe babai shkrejt po mundoheshin që ta kapnim diku valen që të ndiqnim TV-shën, lajmet e fundit e tjerë. E mbaj si turbull, e mbaj mend, nuk e mbaj mend me detaje, e mbaj mend disa sekuencat vockla. E mbaj mend momentin që i është hedhur bustit laku në qafë, pra bustit madh, atë e mbaj mend si moment që ra busti pup në tokë. Atë e mbaj mend, e kam shumë të fiksuar. Jo të gjitha ngjarjet, po disa copëza të vogla i kam në kujtesë. Po. Edhe unë e mbaj mend që kam qenë përpara këtij televizorit Iliria dhe unë. Kam qenë 9 duke shkuar për 10 vjeça. Dhe mbaj mend bustin që bie, mbaj mend ato turmat, mbaj mend rrëmuja që u bëheshin, mbaj mend që nuk dilnin përjashta nga shtëpia, kishin frikë dilnin përjashta, u anulluan shkollat, kishin frikë dilnim. Këto rrëmuja zgjat u vranë ca njerëz nëpër protesta, nëpër demonstrata. Mbaj mend Azem Hajdari kishte ai, një nga këta që u vranë, ka qenë në protestë me Sali Berishën ky. Azem Hajdari është vrarë në 1998-ën. Po. Do të thënë mas 97-s është vrarë ky. Bravo. Mbaj mend këtë në krye të protestës në 90-ën, Azem Hajdarin. Ka qenë një nga të parë. Ka qenë student, po. Një nga aktivistët e parë që ka do të thënë ka bërë këto protestat që kanë hedhur bustin e demonstratat që kanë filluar në Shkodër, që po na thotë edhe një ndjekës që unë falenderoj që na e ceke, që kanë filluar në Shkodër, pastaj në Tiranë me rrëzimin e bustit dhe gjithçka tjetër. Po. Në thënjishin këta futën një sistem të ri, do të thënë mbasi rrëzuan diktaturën, futën një sistem të ri, që quhej gjasme sistemi demokrat. Por faktikisht ata ishin të njëjtët njerëz që ishin në diktaturë, kupton? Nuk është se kishin ndonjë njohuri më të madhe për demokracinë, nuk është se dinin si ta bënin demokracinë. Dhe me aq njohuri sa kishin, u munduan me sa dinin, por që nuk ja dolën dot sepse kur nuk ke njohuri, kur nuk ke hapësirë, nuk bën dot jashtë mundësive të tua, kupton? Edhe të duash nuk bën dot. Dhe filluan privatizimet e pronave, filluan t'i privatizonin avash avash, filluan me shtëpiat, pastaj filluan me tokat, pastaj filluan bën këto fabrikat, deshën privatizonin fabrikat me këto letrat me vlerë, i mban mend letrat me vlerë? Po, ato katroret e mëdha. Ato katroret e mëdha që ja dhën njerëzit? Letra me birë ishin ato se vetëm vlerë s'kishin. Ato ishin kishin mbledhur në atë kohë, lirë e dashur, kishin mbledhur nuk e di sa, dhe i numëromnin 1, 2, 3, ato ishin me tubat mëdha. Se ku i kishin vlerë ato letra me vlerë, ku diu nuk e di po. Letra me biro, o Graciel, që vetëm vlerë s'kishin ato, në fund fare, nuk e di Letra me vrim, fare. Nuk e di, në sa i ra vlera, a 5%, a 10% e vlerës aktuale, nuk e di. I kemi shtu, me thëmë, lirë fare, s'kemi marrë asgjë nga ato, ato ishin kotsa për t'la gojën. Ajo që të gojën, një mënyrë tjetër që t'na mbyllë e goja, sërish. Shiko, na mbyllin gojën se ishte varfëri e tejskajshme, ishte radh, çdo gjë, ishte radh buke, radh vaj, radh kripe, radh qumshi, për çdo gjë radh. Nuk kishte më infrastrukturë, nuk punonin më fabrikat, njerëzit kishin ngelur pa punë. Mësuesët edhe e pagueshin dhe s'pagueshin, sa mësues shkonin nga herë në punë edhe pa u paguar, se nuk kishte shteti lekë t'i paguante. Kanë ardhur thjesht nga dëshira për të punuar, për të ndihmuar nxënësit, s'donin të linin njerëzit analfabet. Po ne kemi shkuar në ca shkolla ku jo vetëm s'kishim mësues, po edhe ato dy mësues që mundoheshin neve si dëgjonin fare, se kishte asnjëri mendjen. A di kërcishte kallashin plasën e mua sa bën 3+3. A kupton ti tani? Ai thot fëmijës ti, hajde zi probleme matematike, ndërkohë që poshtë kërcet kallashi?
Pas njërit nuk i intereson fare. Edhe momenti tjetër dua ta shtoj pak Liri dashur me qenë se cekë dhe të falenderoj. Unë e mbaj mend në 97-ën, pikrisht në provimet para që të hynim në provimet të lirimit, e mbaj mend që vinin pistoletat mi tavolin, viheshin kalashnikovët mi tavolin pap për lezet, duke krahasuar ne po shikonim se si ishte kjo pistoleta, ky plumbja i plumbi, si gjuhej se çfarë bëhej, dhe imagjino se si do mësonim ne me pistoletë dhe me kalashnikov në bank të shkollës. Shiko, unë mbaj mend që kur hapën armët, neve babi na mblodhi gjithë, çuna goca, Po. edhe na mësoi si të përdori pistoleta. Se tha juve do i prekni këto. Tani këto janë në rrugë, dihet. Sa të vrisni veten, tha, më mirë po mësoj unë se si të ruheni dhe mos vrisni veten, kupton? Po. Dhe të marrësh një leksion kur je 14 vjeçë, 15 vjeçë, se si të mbash armë, të vish, domethënë, të mbash armë 14 vjeçë ti si grua, që të vish në shtëpi, që e ke shtëpinë 5 minuta nga puna e jotëme, do të mbash armë në brez që mos të preki njeri. Unë më është dashur të mbaj pistoletën të në brez, që të vija nga dyqani ku punonte mami me babin, deri te shtëpia ime që të 5 minuta. 5 minuta. Dhe këshilla e babit ishte, nëse të ndalon njëri në rrugë, gjuaj këmbëve dhe e futja vrapit. Qartë merri. Kjo na u bën normalitet neve, kupton? Të shkuarit në shkollë me frikë. Me frikë se do të rrëmbenin. Se filluan të rrëmbenin vajza në ato kohë. Me frikë se do të ngacmonin rrugës, me frikë se do të përndiqnin rrugës, me frikë se do të nxjerrin namin nëse buzëqeshe njërit pa dashje, me frikë se po dole 2 herë me ble buk të vënë epitetin. Doli për qëllim, po patjetër doli për një qëllim. Pastaj filluan edhe trafikimet e shumta, e mban mend Lira? Shiko, i kuptoj tani vëllezërit e mi sepse rrinin dhe mprisnin te dera e shtëpisë. Dhe më thonin të vish nga shkolla me vrap. Me orë ndorë më prisnin, te dera e shtëpisë. Prisnin që unë vija në shtëpi. Po. Çdo ditë. Nëse unë vija 5 minuta e 30 sekonda me vonesë, më ngurcite druri. Pse u vonove gjatë rrugës? Ato nuk kishin, unë nuk e kuptoja këtë gjë atëherë. Ato e kishin këtë nga frustrimi i madh sepse po i shikonin masakrat, po i shikonin pisliqet live, direkt. Ata ishin fëmijë për vete. Absolutisht. Dhe nga frika se nga këto unë nuk e imagjinoj dot se çfarë lloj monstruozitetesh kanë parë shumë e shumë djem shqiptar që neve nuk i kemi parë, që këta kanë qenë aty prezent dhe i kanë parë dhe s'kan pasur mundësinë të bëjnë gjë. Sepse kanë qenë në situatë që s'kan patur fush veprimi, s'kan patur absolutisht asnjë hapësirë të mundshme për të reaguar e për të reaguar, sepse si ishe ti aty, si ishe ti aty, ky personi do vdiste. Absolutisht. Kupton, ti ishte thjesht aty duke parë se çfarë po ndodhte dhe je totalisht i pafuqishëm për të bërë asgjë, se je tek pull, çfarë do bësh? Tani unë nuk e imagjinoj dot këtë, domethënë nuk e perceptoj fare se s'e kam përjetuar ndonjëherë, nuk e di, domethënë se si është kjo pjesë fare. Nuk e di se çfarë domethënë ti je një vajzë të cilën e kanë rrëmbyer. Fal Zotit, nuk e kam pasur atë fat të tmerrshëm ta përjetoj të gjë, kam qenë super e mbrojtur dhe shpresoj që numrat e vajzave që i përjetojnë të gjëra të jenë sa më të vegjël, të jetë mundur, por fatkeqësisht për fatkeqësinë tonë më të madhe si gra shqiptare, e keqja më e madhe na ka ardhur nga vëllezërit tanë, nga burrat shqiptar, nga gjyshrit, nga baballarët, nga kushërinjt, nga komshinjt, nga djemtë e lagjes që duhet të mbronin. Dhe në këtë periudhë kohe, shumë vajza u rrëmbyen pa dëshirën e tyre fare. Shumë vajza u mashtruan. Shumë vajza i martuan derë në thes. Se tha nëna, hajde ta sistemoj gocën, kupton? Erdhi 50 vjeçari nga Amerika dhe mori 13 vjeçaren ta sistemonte nëna. E shiti bien pedofilit, se s'dinte e shkreta si ishte faja saj, kupton? Sa të mamarin ta nxjerrin rruga ta shesin me copë për copa mishi, thoshte ajo e shkreta, më mirë ta marri ky ta mbaj si nuse në shtëpi. Nuk kishin faj prindrit. Fajin e kishin këto monstrat që lindën në këtë periudhë, në këtë kohë, këta përbindësha që as në filma horror nuk kam dëgjuar histori më të lahtarshme. Çdo ditë inboxi im mbushet plot me mesazhe. Mesazhe nga vajzat dhunuara. Mesazhe nga vajzat përdhunuara.
mesazhe nga vajzat që i kanë rrëmbyer, mesazhe nga vajzat që i kanë shpërtyer rrëmbimit, histori nga më makabret, që mua më duhet flas me një psikolog çdo javë, që të mundem vetëm ta përballoj psikologjikisht dhe emocionalisht këto histori, vetëm me të dëgjuar. Nuk mundem ta imagjinoj dot se çfarë ferri kanë kaluar këto vajza. Nuk mundem ta imagjinoj dot se çfarë burreshësh kanë qenë këto, të cilat kanë mbijetuar këtë lloj monstruoziteti, këtë lloj heroinash, që ju desh luftonin me çdo gjë që kishin. Shpresoj që një ditë Zoti t'ju japi forcë ta tregoni historinë tuaj. Shpresoj që një ditë të ndjeni, ta ishni të ndjenjën e fajit që ju keni, pasi nuk ishte faji juaj. Ju ishit thjesht një viktim e monstruozitetit shqiptar, një viktim e një katastrofe dhe rezultatet dhe përbinçat që kjo katastrofë solli në jetë. Në atë kohë njerëzit u kthyen në kafsh, jo kafsh, u kthyen në përbinça, kafsha ka empati. Përbinçi nuk ka empati. Njerëzit u kthyen në përbinça, dilin dhe plaçkisnin, vrisnin, masakronin në çdo lloj moshe. Gjatë viteve, vetëm në vitin 97 janë vrarë 2000 të rinj për 6 muaj, vetëm në 97-ën 2000 të rinj midis moshave 20 dhe 24 vjeç. Pra, në këtë rast Liri Dasho të kërkoj ndjes edhe këto janë shifra që janë nëse mund ta themi kështu sepse emocioni bët vetën, nëse mund ta themi kështu deri diku të konfirmuara, por që asnjëherë ne duhet të themi që sot e kësaj dite janë me qindra vajza të zhdukura, komplet të zhdukura që nuk zën askund vend në asnjë lloj informacioni. Në Zadrim të Lezhës, mos gabohem, është një fshat i tërë, ka një varrezë kështu masive të madhe. Unë e kam parë një herë dhe nuk kam asnjë lloj force ta shkoj më në atë vend. Është një dhimbje pafund, pra aty janë një masë e madhe varrezash e vajzave me qindra vajza të zhdukura komplet që nuk janë kërkund askund, nuk janë askund të paraqitura, nuk janë askund, as të vdekura, as të zhdukura, vetëm thjesht dikush i ka parë një i njohur, i ka parë atje këtu atje dhe ka rezultuar e zhdukur dhe është konfirmuar disi në një mënyrë jo zyrtare. Janë dhimbje të pa përshkrueshme, Liri Dashur. Unë të kërkoj ndjes që kjo puntat po na shkon në këtë mënyrë. Unë mundohem që ta kuptoj dhimbjen tënde si grua, si motor, si vajzë, si nën, si duash ti. Është një dhimbje e cila na përfshin pa diskutim gjithve, si mua që jam live këtu me ty që po mundohemi të bëjmë maksimumin ton në moderimin e Besa Bez Burnesh, është emisioni 3 i këtij projekti. Besoj për gjithë ato që po na ndjekin nuk është e lehtë, janë histori dhimbshme, janë histori që gjithë secili prej nesh në një mënyrë apo në një tjetër i kemi prekur, i kemi jetuar, ndoshta nuk i kemi jetuar personalisht, por një afërmi ynë, një komshi, një kushërir ka patur vuajtje të tilla, ka patur ngjarje të tilla dhe drama, tragjedia merr për masa të tjera ku disa prej atyre historive tona kanë patur fundin tragjik. Kur mungonte dikush nga fisi ose nga komshit, pyetja parë që bëhen atë kohë, në mbaj mend isha re adoleshente, mos u zhduk vajza e filanit, mos më thua ju trafikua, u zhduk. Pra u bë aq fatkeqësia, tragjedia e asaj kohe u bë normale. Që ajo vetëm normale nuk mund të perceptohej, por filloi drejt u normalizua. Pra çdo tragjedi që po ndodhte nga njëra ditë në tjetrën, nga njëra javë në tjetrën, nga njëri muaj në tjetrin, absolutisht tashmë disensibilizuam, është një fjalë që prekem atë limit. Disensibilizim. Do të thënë këto imazhe që ti përjeton çdo ditë të kthej në normalitet, do të thënë kaosi të bëhet normalitet.
Dhe në këtë moment ti nuk ke më ndjenja për këtë kaosin, se e mbaj mend shumë mirë kur erdha në Angli në mbas 97-s, ato 10 vitet e para isha totalisht domethënë nuk merresha fare me këtë traumë, sikur s'kishte ndodhur, më ishte normalizuar kaq shumë sa që më duke realitet, më duke normalitet. Nuk e mendoja vetes si kisha nevojë për terapi, se thoj nuk më dukej se më kishte afektuar. Po efekti i kësaj traume ma ka dhënë më pas. Mbas 10 vitesh. Absolutisht. Mbas 10 vitesh më ka dhënë efektin kjo traumë. Mbas 10 vitesh kam filluar të shikoj ankthin, kam ankth. Fishek zjarret më japin ankth, nuk e duroj dot fishek zjarre, mua më duket si zhurmë kallashi. Kupton, unë mbaj mend kemi qenë në 97-ën, kanë qenë ato javët e para kur janë shpërthyer armët, mbaj mend që kemi qenë 2 tezet, kemi qenë një 10-15 neve adoleshent fëmijë, me 2 makina, çunat mbrapa në bagazh me bagazhin hapur, duke i nga Tirana, në gjithë makinë brenda, çunat me bagazhin hapur me kallash në dorë. Domethënë kamikaz total. Duke ikur për Durrës në port, që t'hypnin në anije, t'iknim nga Shqipëria. Se ishte mbyllur çdo gjë. Çdo gjë, s'kishte as shtet, as polici, as gjë. Ore vriteshin njerëzit, dilte tjetri, dvishte ta fuste, nuk kishte polici, vlla, kush vinte ta merrte ta arrestonte asnjë, s'kishte polici. Nuk dinte polici nga policia, kishte frikë. Ishin ngujuar policia në polici, nuk dinin për jashtë, kishin frikë, se edhe ku dinin, vlla, kishin gjithë armë. Hap dritare një ditë e shoh 10 vjeçar, jo më nuk ishin 10, 9 duket se ishin 10 çavetun. 14 kam qenë, 15. Shoh një 2 djem të vegjël fare, me të vegjël, të rishte njëri një kallash nga një anë, tjetri nga ana tjetër. Kallashi më i madh se këto fëmijët. Dhe unë që shikoja nga dritare thosha çka po bëhet, ç'është kjo çmenduri. Pastaj aty më tutje ditë një tank me 15 veta sipër. Dhe ishte tanku me qytetit, kupton, njerëzit sipër si budallënj, nuk po merrin vesh ç'po ndodhte. Kapi gjujnë ajër. Absolutisht. Një çmenduri totale, një kaos, Po pra se shqiptari po luftonte. Shqiptari po luftonte, shqiptari shkret po luftonte armikun që ishte vetvetja. Po luftonin mullin me erë, se s'kishim as armik, mullin me erë, por visin njëri tjetrin, s'kishte armik, kush ishte armiku vlla? S'po na sëmonte njëri. Njëri tjetrin therëm, njëri tjetrin vram. 2 mitrinj kemi vrarë për 6 muaj në feshtatën, nga janari deri në qershor. 2 mitrinj që i dim numrat, si ishte më parë Graciel, numrat nuk dihen, këto janë thjesht hamendje. Nga shifrat që kam parë tani, që kanë trafikuar vajzat, 100.000 vajza shqiptare, 100.000. 100.000. Domethënë një shifër tromdice. Një Shqipëria që të vogël, një numër. Po një Shqipëri kaq të vogël, 100.000 vajza shqiptare, po ç'a bëhet kështu molla? Po ne 300.000 ishim gjithsej. Dhimbje që nuk dhimbje që nuk shkruhet. Po prit se s'kemi dalë akoma më kema e keqja. 4.000 fëmijë janë trafikuar për shitje organesh, për arsye nga më të ndryshme, për mungesë të një sistemi, për mungesë të disa interesave, të disa individëve që e quan Shqipërinë deri në atë pikë që pasojat i vuan Shqipëria dhe shqiptari shkret sot e kësaj dite, dhe besoj fatkeqësisht do të vazhdojë, dhe nuk e di edhe sa dekada të tjera. Ju kërkojmë ndjes dashur miq, se emocioni bën veten tani, po fillojmë, unë po mundohem ta mbaj veten, lira po emocionohet, pastaj lira forcohet, mua po merret fryma, se çfarë po na ndodh në këtë transmetim live nuk e di. Po e thash që në fillim që ky do jetë një pjesë shumë e vështirë për të folur, pasi ka qenë tmerrsisht e vështirë për të kërkuar si informacion, për të lexuar për si informacion dhe për të përcjellë si informacion. Është akoma më i vështirë pasi mendosh që këto ishin vëllezërit tanë që na e bën këtë gjë. Ishin vëllezërit tanë që na e bën këtë gjë. Unë me sa kam informacion lirë, duhet ta them, janë disa gjëra që nuk janë të lehta për t'u thënë, po shqiptari të keqen më të madhe e ka nga vetja. Pra, shqiptari duhet ta themi që shqiptari shiti motrën e vet, shiti nusën e vllajt, nusën e vet, komshin, shiti kushërirën, kështu që
Nuk është se erdhi kinezi apo japonezi për të bërë trafikimet nga Shqipëria për në Itali, për në Moldavi e tjerë, por trafikimi filloi pikërisht nga vëllezërit, nga baballarët, nga xhaxhallarët, pra Ishte ishte bia të tyre. Ishte një produkt i paditurisë të tejskajshme, i varfërisë së tejskajshme, një produkt i një shoqërie që është traumatizuar me shejkujt të tërë dhe nuk e ka mundur ta ngrej kur kokën. Ky ishte një produkt i një shoqërie që ngeli 10 vjet, një dekatë të tërë pa edukuar, nuk kishte arsimim fare, nuk shkonin njerëzit në shkollë kot. Shumicën e kohës të si ishin fare në shkollë, valla. Çfarë them ty tani, 3 veta në klasë, nga 40, 3 veta mësonin, tjerët bënin gallat, qyfyre. Mësuesi me atë rrogë që merrej, aty po i rrifte aty, do binte dëshmor mësuesi për 30.000 lekë që merrte, asa ku diun sa kishte rrogën atëre, se ishte skandaloze, domethënë as frymën nuk mbaje dot gjallë me atë rrogë. Me ato klasa pajama vlla, klasat pajama. Kam qenë në shkollë të mesme, nuk kemi pasur xhama në klasë, ka qenë dimër, ishte ftohtë i zi. Hynte shiu brenda. U deshte me kalu rreshti jon që ishim nga dritarja, me ul rresht mesit, dhe rreshti mesit me bashku bangat me rreshtin e fundit, që mos na lagte shiu me në klasë. A kupton tash? Qa gjendje katastrofike. E këtej nga përjashta kërcisnin plumbat. Nga ti ruheshe shiut apo ti ruheshe plumbit? Qa duhet ti ruheshe më përpara? Shkonim shkollë me frikë, vini me frikë. Dhe më e keqja fare ishte, u kthye në një vend pedofili, lulzoi pedofilia. Një vend pa shtet, pa polici, sa u hapën kufint, e morën vesh njerëzit që këtu u boka qef. Erdhën gjithë nga ishin nga si ishin pedofilat, duke ku gra për marrë 12 vjeçaret, 13 vjeçaret. Dhe populli jon shqiptar që e kishte për traditë i vartonte vajzat e vogla, i si popull i pa mësuar, i pa ditur, i pa parë, i mbajtur në errësirë, nuk i pa këto gjëra, asnjë nga ne nuk i pa këto. Tani që po i mendojmë, po i biem mendjes, ore 1 minutë se kjo nuk ishte okay. Të dilja unë nga shkolla 8 vjeçare dhe të prisni një turr me meshkuj si qënd, si zagarte e pyllit, duke thënë nga fjalët më ndryshme, kishe frikë ngrije kokën ku kaloje, isha fëmijë, duhet i kisha dëgjuar kur ato fjalë. Si unë ishin gjithë tjerët, ishim fëmijë, ishte shkollë 8 vjeçare, qa bëni një turr me meshkuj duke prit, duke gjujt te shkolla 8 vjeçare, se te shkolla 8 vjeçare vetëm i pedofil mund gjuaj, se jemi fëmijë. S'kemi filluar të gjakosemi akoma. Jemi fëmijë, nuk e dija qa ishte perioda. Nuk e dija, vlla, nuk e dija. Shkolla mesme pastaj futeshin në kukuva, bënin qef njerëzit, qa ti donte qefi bënin. S'kishte rregull, s'kishte polici, s'kishte mbrojtje, ishim në pikë të mëshirës, në pikë të hallit si popull. Maj mund babi kur humbi punën nuk dinte çfarë të bënte, ka punuar me duke shitur banane punonte babi, duke shitur paketa me kartona, me kutia kartoni në rrugë të madhe. Një njeri i shkolluar akademik përfundoi duke shitur banane me kutia kartonin mes të rrugës, si i mat, si daja im, si gjithë njerëzit e tjerë që kanë qenë gjithë me shkolla të larta. Këta ishin njerëz të edukuar. Tjerët njerëz me shkollë të larta, me ekonomik, ikën, emigruan duke bërë pastrusët e shkallëve në për Itali dhe në për Greqi, duke bërë shëbëtorët e grekëve dhe të italianëve, intelektual, njerëz me shkollat larta, duke bërë pastrusin e haleve të anglezit, gjermanit, e francezit dhe çdo lloj race të ndyrë që na ka shtypur gjithë jetën. E kam parë ti madh qaj me kokrën e lotit. Ishte akademik vlla që neja i të bënte bëja gjiu në Londër. Duke pritur autobusin pikë shiu, ti shkonin lotët rreke burrit 50 vjeç. Se ku ishte dhe ku përfundoi. Të punoj si shërbëtor. Si shërbëtor i anglezit. I me më ishte mësuese, ka mësuar kush e di sa breza, ka edukuar kush e di sa breza, erdhi të bënte pastrusën e haleve këtu në Angli. Nuk e meritonin prindrit tan këtë gjë,
Nuk e meritonin vajzat shqiptare të shiteshin rrugëve, nuk e meritonin trinj shqiptar të masakroheshin, nuk e meritonim neve këtë gjë. Nuk bëm asgjë, thjesht erdhëm në jetë. Asgjë nuk bëm. Lirë dashur, mua më vjen jashtëzakonisht shumë keq edhe unë e kam tepër të vështirë që të vijoj transmetime në situata të tilla. Është e vërtetë që gjërat të tilla duhen puhuar, duhen thënë, duhen ngritur zëri, duhet gjithmonë, po nuk është e lehtë që nuk është e lehtë që të vijohet emisioni në këtë situatë kaq të rënduar. Nuk e di nëse ti do të mundesh ta vijosh apo nëse nuk mund. Jam okay. Shiko, unë e dija që kjo do ishte shumë e vështirë për të bërë si emision. E dija këtë gjë. Unë nuk dua të kaluar. Javën e kaluar, më fal Krecia, javën e kaluar pa dakord të përgatitesh emocionalisht se ishte e vështirë, por nuk ishte aq e vështirë sa kjo, pasi këtë periudhë neve kemi përjetuar vetë, kemi trauma të gjalla akoma ende. Çdo gjë që neve kemi kaluar është si një ëndër e keqe që kur e kujtojmë tani na kap mangthi, normalisht na kap mangthi. Absolutisht. Se rikthehemi prapë në atë kohë ku ishim, për 2 minuta, 3 minuta sa po flisja, a gjysmë ore, nuk di sa po flisja, unë u riktheva prapë në ato momente, në ato kohë që jam munduar kaq shumë t'i harroj për gjithë jetën, që në momentin që kam ardhur këtu, unë kam munduar t'i vrapoj nga larg dhe mos t'i kthehem këtyre kujtimeve. Por e vërteta është që sado që të vrapojmë neve, se nuk jam unë vetëm që kam vrapuar nga këto trauma. Jemi shumë. Absolutisht. Sado që të vrapojmë neve, nuk i largohemi dot, ato do jenë gjithmonë me neve. Prandaj më e mira është që ne të flasim për to, sado që të vështira të jenë për të folur, sado të rënditse, sado traumatike që të jenë, ne duhet të flasim për to. Se nëse nuk flasim, ne do harrojmë që ka ndodhur, dhe nëse harrojmë që ka ndodhur, dhe atëherë do i përsërisim. Se fatkeqësia e një populli është kur harron historinë e tij. Historia e harruar përsëritet, ne nuk mundemi ta harrojmë këtë gjë, sado e dhimbshme që të jetë, duhemi ta kujtojmë. Duhemi ta kujtojmë, patjetër, duhet flasim. S'ka gjë se është e vështirë, s'ka gjë se po më ndikon shpirtërisht. Ne duhet vazhdojmë të flasim për këtë. Lirë, unë të kërkoj ndjes për pyetjen që do të bëj tani. Nuk e di nëse je në gjendje të përgjigjesh. Me sa kam informacion, ti ke edhe një histori personale tënde, një humbje të madhe. Nëse mund ta ndash, okay, nëse nuk mundesh, nuk ka problem, nuk e themi. Nuk do i hy në brendësi, po si gjitha familja shqiptare dhe familja ime u ndikua rënd nga këto pati pasoja. Nëse kishe burra, djem në shtëpi, do ndikoheshe, do apo s'do ti. Në familjen time kemi pasur 2 raste që kemi nxjerrë arkivole 2 nga 2. Dhe gjithta ishin në 25 vjeç. Më i madhi ishte 27 vjeç. Dhe këta ishin totalisht pasojë e sistemit. Thjesht ndodhen aty. Dhe tani kur i vizitojmë varret normalisht, janë gjithë rresht, njëri mbas tjetrit. Dhe kur shikon kaq shumë tri njëri mbas tjetrit, është e vështirë, normalisht që është e vështirë. Se thërret kukuqa meti, ku ikën gjitha djem, nënash, gjitha vajza, nënash, gjitha fëmijë. Ishin fëmijë, ne themi atë që ishte, ne ishim fëmijë. 17, 18, 19, ishe fëmijë. 20, 21, ishe fëmijë. Deri 25, i akoma kokra kalamanit. Më vjen keq që duhet ta e di që ke shumë të vështirë, unë të kërkoj shumë ndjes. Emisioni është yt, projekti është yt, e ke menduar fuqishëm. Unë them një bravo shumë të madhe për forcën tënde. Mua po mdridhet gjithë trupi dhe nuk po jam me zonja që si rrallë herë unë ngel pa fjalë, por ja që edhe ndodh, kështu që unë nuk e di se si do e vijojmë live-in, nuk Është okay, shiko, të mos prekesh nga kjo gjë, i bie që t'jesh njëri pa ndjenja, t'jesh narcisist, mos kesh pikë empatie, se edhe një gur që dëgjon një lloj historie, domethënë e ka pak empati dhe preket.
gjë është mëse normale. Për ne që i kemi trauma reale, që i kemi jetuar, do prekemi akoma dhe më shumë. Ashtu siç po dridhesh ti nga brenda, ashtu po dridhem dhe unë nga brenda tani në këto momente. Në këto momente më është bërë një lëmsh i madh në stomak dhe po dridhem si purteka, se janë emocione tepër të forta. Pasi kemi jetuar vet, jemi dëshmitar okular këtyre ngjarjeve. Kemi hequr në shpinë dhe po vazhdojmë të heqim në shpinë. Dhe fatkeqësia vazhdon ashtu siç e kam thënë edhe herë të tjera lirë edhe e cek vazhdimisht, sepse dhimbja vazhdon. Është e vërtetë që në Shqipëri fatmirësisht nuk janë më në ato përmasa zhdukja vajzave të reja, përdhunimet e tjerë, por që në heshtje këto historira vijojnë e përsëriten. Ndonë se mund t'jenë ose dikush mund t'i pasqyrojë dhe si sporadike, por që historia vazhdon. Dhe pasoja e një apo dy dekade më parë vazhdojnë në ndihen në ditët e sotme. Fatkeqësia vazhdon që Shqipëria po e vuan dita ditës. Ndoshta nuk e vuan në atë zhurmën e madhe të 97-ës, 98-ës, të trafikimeve të qenie njerëzore etj, të armatimit, por Shqipëria e shkret po e vuan, tranzicioni vazhdon, pra kanë kaluar 30 vite gati dhe Shqipëria sillet në një vorbull, sa i del një histori del një tjetër, sa i del një problem, pra bën fjalë për probleme kombëtare, pra për probleme jo vetëm në Shkodër, Tiranë, Durrës apo Elbasan, bëhet fjalë për gjithë territorin shqiptar. Janë probleme të cilat kanë filluar dhe janë zhvilluar, vazhdojnë e zhvillohen, tani ndoshte më ndihmo lirë nëse mundesh, nëse je në gjendje që ta vijojmë edhe pak minuta live-in, po zhvillohet dhe e zhvillojnë në një mënyrë disi më të mbuluar, më të izoluar, më në heshtje, por krimi vazhdon. Ky është problemi më i madh, që atëherë s'ka patur një bujë të madhe dhe shifrat ka qenë alarmante, ndërsa tani buja nuk është më në atë nivel të një gjullëdije, të një zhurme ekstra të madhe. Tashmi gjërat në Shqipërinë tonë po vazhdojnë e bëhen krimet pa diskutim, por bëhen më të mbuluara, janë më në heshtje, janë më të mbështjellura, më të fshehura. Dhe situata dhe mentaliteti i bën që shqiptari t'i mbuloj këto gjëra dhe duke mos i thënë, krimi vazhdon. Vuajtja vazhdon. Vazhdon, po lulzon, si gjithmonë në Shqipëri. Fatkeqësisht. Ka rënje tepër të thella. Është tepër infiltruar në shtet, në polici, në të gjitha, domethënë jemi popull shumë i vogël. Dhe e njohim shumë mirë njëri tjetrin se kush jemi dhe gjithë njerëzit e dinë kush janë kriminalët, gjithë e dinë. Që të gjithë e dinë. Kush është kriminal, mos të kujtoj, mos harrej mendja se nuk e dim se kush je, gjithë njohin se kush je, gjithë e dinë se kush je. Absolutisht. Thjesht nuk ka ardhur dita akoma, kaq. Vetëm kaq, kupton? Thjesht nuk ka ardhur dita akoma, se gjithë e dinë se kush je. Mos dil rrugëve tu si burr i mirë, e si grua e mirë, se të njohim se kush je, që të gjithë. Doja të shtoj edhe diçka tjetër, një fakt që unë dija që nëse mundesh, po. Një fakt që unë e dija, por doja ta gjeja dhe më konkret dhe nga kërkimet që bëra, normalisht u afirmua ajo çka unë mendoja, nga komunitetet më të afektuara dhe më të abuzuara ka qenë komuniteti rom. Vajzat rom dhe fëmijët rom kanë qenë nga më të abuzuarit, janë rrëmbyer më shumë, janë trafikuar më shumë, për vetë faktin se kanë qenë të varfër dhe të pambrojtur. Ky racizëm vazhdon ende, duke shtuar edhe nuancat e racizmit, se shqiptarët janë dhe deluzional, mendojnë se janë njerëz të bardhë, kupton? Racizmi në Shqipëri është teksuar jashtëmase shumë. Nuk e di pse njerëzit nuk e di se ku e gjetën këtë ide një, nga ku t'ja morën borxh, se neve i vdesin të kopjojmë. Ne s'kemi qenë racista, nuk e di se ku e kopjuam këtë ide dhe filluam të bëjmë racistin tani. Gjë që
shpesh herë më acaron jashmase shumë, sepse si shqiptare emigrante neve dim shumë mirë çfarë do të thonë diskriminimi, e kemi parë shumë mirë, dhe si shqiptar në një pikë apo të tjetër të jetës tënde do e provosh në kurrizin tënd se çfarë është diskriminimi. Po, në kurën tonë, po. Se nuk na do njeri, nuk na do njeri. Të ta mbushin mendjen gjitha shqiptarët e botës, kudo që janë, neve nuk na do njeri. Boll dole duke u hap bythësh se nuk ju do njeri. Nuk na dun o vlla, e kanë provu me kohë që nuk na dun dhe pik. Kështu që juve që bëni racizmin thjesht për projektoni këto që po projektoni jashtë. S'keni çati bëni këtyre gomerëve që bëjnë racizëm juve, dhe shkoni në shtëpi binim qaf atyre të tjerëve që s'po i ngacmojnë fare. Se kështu funksionon piramida. Në mënyrë që ti të ndihesh mirë, duhet shkelesh një dikë tjetër. Kupton? Jetojmë akoma në piramidë, nuk zum mend nga piramidat. Firmat piramidale nisën në luftën në Shqipëri. Nuk na mjaftuan në 97, nuk na mjaftuan dhe pasojat vazhdojnë. Lirë, nuk e di nëse je mirë që të vijojmë edhe pak qaste dhe pak momente nga ato gjëra që kemi përzgjedhur, nëse mundesh të lutem më trego se jo, vazhdo, jam okay. Ti je okay, po problemi është se si jam unë. Tani ti je okay aty mbrapa aty mbas kësaj. Jo, të lutem, jo se nuk po jam mirë, pastaj me të vërtetë nuk po jam mirë, të lutem jo. Do të kisha dëshirë të ndaleshim, ke diçka për shtuar apo do ndalemi tek mesazhet, do i komentojmë çfarë mundesh të bësh në këto momente? A je në çfarë mund të lexoj mesazhet? Po, mund të lexoj mesazhet, jam okay. Okej, mirë. Besoj që do të kesh diçka të bukur për të lexuar, sepse nga unë nuk është si kam shumë mesazhet e mira sonte. Kërkoj të falur, po ja, këtu po lexoj ca gjëra jo shumë të këndshme, po s'ka problem fare. Do kenë hyrë këta që ndihen fajtor, këta që i kanë bërë krimet, këta vëllezërit tan. Koscienca po i gërryen, se unë vetëm mesazhet mira kam duke unë. Po thash, unë i kam bërë blok pedofilave këtu ke faqja ime, pra nuk futen dot, edhe nga që nuk futen dot ke imja, hyn tek e jotja. Gjithsesi ti bëj screenshot siç kam thënë, sepse na duhen këto, sepse dhuna në online është dhunë dhe dënohet nga ligji. Ju të lutem, emrat e gjithë këtyre personave, screenshot, me gjithë fjalët që thon, dhe gjitha gjërat që thon, se na duhen. Po, m'fal. Më fali dashur, do mundohem që janë me qindra, unë do mundohem, do i kërkoj ndjes atyre që kanë shkruar dhe kanë dhënë mesazhe aq pozitive, do mundohem që ti përcjell të gjitha, do mundohem, por gjithsesi nuk është e lehtë se ka shkuar nga që ka patur shumë mesazhe, ka shkuar lista shumë e shpejt. Edhe por gjithsesi dikush po ka të vetmi njerëz që mbrojnë dhunuesit janë dhunuesit vetë. Kështu që mos i vër re, këta janë gjithë njerëz që duhet ishin në burg sot. Edhe me shumë gjasa do shkojnë, janë rrugës duke shkuar në burg, se këta janë dhe budallëq, dalin dhe bëjnë flasin edhe këtu online. Janë idiota, kupton? Lëri. Jo, do i lëm, do i respektojmë absolutisht. Ja bëjmë respekt deri në fund këtyre tipave, pa problem fare. Deri në fund do i respektojmë pa problem hiç. Do të në paketë zinare kur ti aty në qeli. Po. Do ja përcjellim patjetër. Nuk kemi ndryshuar hiç thot dikush, po mirë, s'kemi ndryshuar mirë, më pëlqen. Trujt Zoti, paç me jetë, faleminderit shumë, edhe ti edhe ju, nuk e di. Shumë nostalgji për ato kohë, është shumë e vërtetë që kemi nostalgji të disa momenteve, sepse kur e bëjmë bashk puzzle-in, del ai puzzle-i që Lira e përcolli me emocionin, me realitetin më të mirë se ka përcjellur Lira sonte, mua më ka shokuar komplet. Unë nuk parangel pa fjalë për çfarë sonte, po ngel edhe pa frymë, jo ma pa fjalë. Lana Ramadanin na përshëndet mirë brëma. Ma bo halal dhe juve që na ndoqët. Besoj që tema ishte më së e qartë dhe dije që do ishte temë e vështirë për të folur. S'është fare kollaj për të folur, por që duhet ta bëjmë. E di që do ketë shumë komentatorë, e di që shumë nga këto kriminalët janë këtu nëpër komente, se s'kan çfarë bëjnë, njerëz pa punë janë këta.
Po i kemi këtu, i kemi Prandaj këtu. me krime, se janë pa aftur për gjë tjetër. Kemi këtu patjetër. Emisionet, dikush po na shkruan që emisionet e mia i ka parë prej kohësh. Falenderoj që i ke parë, të falenderoj. Gjithmonë ke qenë e qeshur. Po, mundohemi. Po sonte më ka ikur buzëqeshja, fryma. Sonte nuk e di, sonte lira na e ka fikur qiriun fare. Janë mesazhe shumë, unë tani edhe nuk shikoj shumë. Jam komplet keq. Ana thot është zëri atyre që nuk flasin dot dhe pikërisht për këtë Ana unë e bëj këtë, e di çfarë privilegji kam, e di që jam e mbrojtur, unë si Graciela jemi super të mbrojtur. Vetëm fakti që jetojmë në Angli dhe nuk jetojmë aty në të hellin, atë ferrin atje, na jep një farë mbrojtje. Pastaj faktet tjera që normalisht jemi të mbrojtur, kemi privilegjin dhe mundemi të flasim, kemi një platformë. Më vjen keq për gjitha vajzat që nuk mundën ta ngrenë zërin e tyre. Nëse keni nevojë të flisni, më shkruani një mesazh në inbox. Unë nuk mund t'i bëj terapi të gjithëve, por mundem t'ju referoj tek linja e jetës apo tek Cel Kosova ku mund të bëni terapi pa e paguar. Mund të bëni terapi pa lekë nga telefoni, në çfarëdo lloj vendi të botës që t'jesh. Nëse je një grua që ka kaluar këto gjëra në jetë, nëse je një grua shqiptare që ka qenë gjallë gjatë 97-s, që i ke përjetuar në një farë mënyrë apo një tjetër, nëse ke kaluar dhunë në familje, nëse ke kaluar dhunë çfarëdo lloj që ke qenë ajo psiqike, emocionale, seksuale apo fizike, më shkruaj në privat, mund të drejtoj te dikush që ti të marrësh te terapi, pasi është tepër e rëndësishme. Unë nuk mund bëj shumë gjëra nga telefoni, por një gjë që jam tepër e shkathët dhe e bëj shumë mirë është të gjej njerëzve servise se ku të referohen. Për këtë e kam bërë që ditën e parë që kam qenë në Londër dhe kam, po të them, 27 vjet eksperiencë. Literalisht e kam pas titullin link worker, punuese zinxhir. Kështu që Lirë, të lutem, ndjej sërish, e kemi një mesazh sapo e gjeta, se e pash parë kur erdhi, por nuk e kapa shpejt, nga që gjatë emisionit, ashtu siç e kemi pohuar, nuk është e mira që ta ndërpresim për të lexuar mesazhe, sepse mesazhet e komentet kanë kohën e caktuar në fund. Ama nuk Graciel, me këtë gjeta nëse të shkof mbar. Graciel, kam thënë një herë, njerëzve të pavlerë, analfabetëve, të lutem mos të harxojmë kohën duke i kthyer përgjigje dhe duke i dhënë platformë. Se ata prandaj hyn, kërkojnë vëmendje si ai lëmosha. Nuk e jep njëri në vëmendjen dhe hyn këtu e kërkojnë lëmosh. Të lutem mos u bë qefin, mos u jep lëmoshën se nuk ja vlen. Nëse do i kthej përgjigje një personi pozitiv, me këta po, për këta kam kohë. Këta barbonët e tjerë që kemi në live tjetër, shkoj të shohin ato që duan të shohin, mos rrin këtu. E dashur, po na tregon, po insiston dikush këtu dhe po na pyet që për çfarë bëhet fjalë. Pra do të thotë që ndjekësit diçka nuk kanë kuptuar sonte. Si do e përmbledhim, si do bëjmë një përmbledhje të shkurtër të puntatës së sotme? Për sot jeni në fund të emisionit, por sot neve biseduam për vitet 90 dhe traumën e tranzicionit, luftës civile në Shqipëri, pasojat e luftës civile në Shqipëri, të cilat i hoqën në kurriz gratë rome dhe fëmijët rom. Gratë shqiptare, 100.000 të cila u trafikuan për pjesë këmbimi, 4.000 fëmijë shqiptar u trafikuan dhe këta, nuk e dim për qa, nuk duam të hyjmë fare asaj kutijet Pandorës, se do smuremi sot. Ja, ma të keq. Mbi 2.000 të rinj u vranë vetëm për 6 muaj në 97-ën. Po rikujtojmë historinë që mos të harrojmë. Po e rikujtojmë. Harrojmë identitetin. Dhe për mbledhjen e këtij emisioni do i gjeni tek faqja ime dhe e Gracielës me minutazhe të shkurtuara dhe të edituara, që mos t'u harxojmë dhe juve kohën që të merrni thelbin e emisionit. Këto i postojmë zakonisht 1 ose 2 ditë mbas emisionit, kështu që nesër dhe pas nesër mund t'i gjeni në faqet tona programin nga fillimi deri në fund. Graciele, mbyllim këtu për sot, besoj që 50 minuta
Besoj, nuk kemi shumë, është e pamundur sepse emocioni bën të vetëm, unë jam komplet stakuar, edhe doja vetëm të thoja diçka të vogël në mbyllje e lirë. Unë të falenderoj për historinë, për emocionet, për komplet sinqeritetin që ke treguar në çdo moment dhe i bëj me dije gjithë atyre ndjekësve që Lira nuk është aktore. Lira është person realist. E shën në realitetin, Graciela. nuk është aktore. Duhet ta thash edhe një herë. Mos u merr fare me këta barbona, fare. Mos u merr me milingonat zemër, ti e arush. Lutem, mos u merr me milingonat. Edhe diçka ti të Lirë dashur, për gjithë ndjekësit, ju lutem mos e harroni të shkuarën. Fokusoni tek e tashmja dhe ndërtoni sigur të ardhmen tuaj. Faleminderit që na ndoqët, faleminderit që për suportin. Shihemi javës tjetër. Po patjetër. Do kemi një temë akoma më të bukur. Kalofshi mirë gjithë. Natë mirë. Dashur. Faleminderit. Natën e mirë gjithëve.